Relativisht ka qenë proces i mirë organizuar. E dini se shkolla jonë ka qenë dërtë para që i ka hyrë reformave që ka ndodhë vitin e kaluar në komunë Prishtinës. Me 5 shkolla që është aplikuar mësimin tërditor, ndërsa kjo ka qenë prej të para që ka aplikuar mësimin me ciklin 6-9, pra ndarjen e niveleve. Mund të them që ka qenë relativisht mirë, kuptohet fillimi ka pas sfidat e veta të adoptimit të nxënësve që kanë ardhur, po dhe stafit, por derisa që po flasim, ne kemi korë vetëm suksese, kemi përqua vetëm lajme të mira dhe sigurisht kemi përcjellë edhe në faqen e shkollës dhe kisha dashur që këtë model në të ardhmen në shkolla tjera që kanë 6-9 të aplikojnë dhe të marrin mund të them shembull se si të realizohet mbrojtja e procesit mësimor. Kuptohet, fillimi thash ka qenë pak i vështirë, sepse dallon shkolla prej shkollës, rregullat prej rregullave kështu. Ne jemi munduar me ofru kushte të mira, ngrohtësi, afërsi dhe njashtu edhe për mësimin ansëri që kanë ardhur dhe ai fillim ka qenë afat shkurt, është evitu dhe sot gjithçka është normale, gjithçka është mirë, gjithçka është e mishruar po flas dhe presim një përfundim të këtij viti me rezultate të mira në çdo fushë dhe veç mas si institucion që ndroi mirë në nivel të komunës Prishtinës. Sfidat kanë qenë të ndryshme, e veçoj ndrimi që ka qenë i nxënësve, pak shqetësimet e prindërve, sepse fillimi ka qenë pak jo dhe shumë i bollshëm me informata se si do të rrihet procesi, por janë largu problemet, janë largu ato shqetësime më herët se ne që kemi menduar. Ne kemi thonë viti i parë ka me qenë sfidues deri te adaptohemi, por kjo për një afat shkurtër ka dalë, ka rezultuar dhe sot jemi në një situatë jashtëzakonisht mirë. Kuptohet sfida kemi në baza ditore, por nuk janë sfida që sa e ngrenin shqetësim të caktuar. Po, na tash jemi shkolla mesme ult, që e Mendoraku mbetet shkolla mesme ult. Tash komuna Prishtinës sigurisht ka plane tjera, që edhe shkolla tjera të hyjnë këtë ndarje nivele, se në ndarje nivele kemi në komuna tjera që kanë aplikuar para 20 viteve. Prishtina ka qenë jashtëzakonisht vonë me këtë sistem dhe nëse dojmë rezultate punë dhe rezultate të prekshme, pavarësisht tash është mësimet tërditor të ciklin i 5, por të cikli 6-9 jashtëzakonisht mirë. Është jashtëzakonisht se gjithë përkushtimi i stafit është i fokusuar vetëm te një nivel. A ka ndikuar kjo edhe në nivelin e rritjes? Shumë nivelin e rritjes cilësisë, zhvillimit procesit, aktiviteteve, gjitha përmasat janë pozitive, sepse thash gjithë fokusi i stafit është i fokusuar te një nivel. Kjo ka qenë jashtëzakonisht mirë. Në bazë të praktikave që kemi marrë për kolegët tanë në për komuna tjera, në Vushtrejt, Gjakov dhe qytetin e Shtimës, kemi pa që ata kanë funksionuar ka vite që i kanë dhënë nivelet dhe rezultatet kanë pas të prekshme. Ja që edhe na kemi është viti i parë dhe mund të them mirë se është jashtëzakonisht mirë.